Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush një um, fotografi, një video që po bën nami në rrjetet sociale. Ju e dini që Egli Tako ka një ndjekshmëri të paparë, do me thënë të gjithë duan të kuptojnë se çfarë ndodh me të, rreth jetës së saj, rreth marrëdhënieve të saj, do me thënë sentimentale. Por Egli Tako ka përzgjedhur që të jetë e sinqert edhe drejt për drejt me publikun. Do të thoni pse? Egli ka hedhur një fotografi apo një video në storin e saj me një unaz diamant, e cila ka bërë xhiron e rrjetit, do me thënë të gjithë kanë komentuar, të gjithë kanë folur, të gjithë kanë hedhur hipoteza të ndryshme rreth Eglit, rreth marrëdhënies së saj sentimentale dhe rreth çfarë po ndodhen me Eglin. Egli nuk është se ka, do me thënë, ka lënë gjërat që të jenë të keq kuptueshme, nuk është se i ka lënë gjërat në ajër, por ajo e ka sqaruar se nga ku rrjedhën kjo unaz të cilën ju e shikoni në fakt në rrjetin tim social dhe në këtë videon që unë në fakt po bëj për të sqaruar situatat të keq kuptuara që po bëhen rreth imazhit të Eglit. Tek videoja që kam postuar ditën e pardjeshme, thot Egli, shumë më kanë pyetur për unazën, dini ku i çoni syt, thot Egli, do me thënë e kanë vënë syrin tek unaza, sepse normalisht po të shohim një unazë në dorën e Eglit, publiku me njëherë fillon dhe krijon pyetjen se çfarë po ndodhen me të, a kemi një diçka të re, a ka ndërtuar një lidhje dashurie etj, por unaza thot është florit 18 karat me diamante natyral. Dhurata më e bukur që mund t'i bëja vetes, dëgjoni mirë, dhurata më e bukur që mund t'i bëja vetes këtë fundvit e ka marrë tek Argjentaria Miluna, do me thënë Egli i ka bërë vetes së saj një dhuratë për të gjithë suksesin që ka marrur këtë vit, me thënë ka qenë një vit jashtëzakonisht i suksesshëm për Egli Takon, ka qenë një vit me shumë surpriza për Egli Takon, ka qenë një vit me shumë dashuri për Egli Takon dhe është diçka që në fakt Egli, ashtu siç ne jemi mësuar që të manifestojmë sukseset tona, jemi mësuar që të gëzohemi me sukseset tona, Egli Tako diti të na dhuroj emocion, diti të na dhuroj pasion, diti të na dhuroj gjithçka të bukur që në fakt ne u befasuam nga energjia e Eglit dhe Egli për këtë fundvit i ka bërë dhurat vetes. Do me thënë nuk është se ka marrë këtë unazën dikund, por i ka bërë dhurat vetes. Dhe këtë dhurat të bukur Egli Tako me patjetër që e ndau me të gjithë ndjekësit e saj. Kështu që të gjithë ato të cilët japin lajme dhe informacione të rreme tregojnë që është lajm kot, ndërsa Egli Tako thjesht e ka shijuar momentin dhe i ka dhuruar vetes një moment të bukur, do me thënë i ka bërë vetes një dhuratë. Egli zemër ta gëzosh këtë unazën, unë uroj që gjithmonë ta nderosh veten tënde kështu, sepse ne nëse nuk e nderojmë veten s'kemi bërë gjë. Fundja fundit sukseset tona duhet i festojmë, duhet i kremtojmë, duhet i manifestojmë. Dhe kështu që ti ke shëndritur fare me këtë gjë që ke bërë. Egli do të na vi shumë shpejt, do me thënë, duke përmbyllur sezonin me emisionin Yes Day, një emision që pati jashtëzakonisht sukses, dhe duke dalë në emisionin e saj të ri Fan Club me Egli Takon, që së shpejti do të bëhet publike edhe nga ana e produksionit Big Brotherit.